Kisha është në notë në Glogjan të Pejës, gjatë luftës së Kosovës u kthye në strehe shpresë për qindra mijëra shqiptar që përndiqeshin nga regjimi i Slobodan Miloševićit. Mijëra shqiptar të Kosovës u shpëtuan në këtë kishë, e jo vetëm kaq, por kjo kishë u mundsoi katolikëve e muslimanëve të festonin Pashkët e të kryenin ritet në muajin e shenjtë të Ramazanit. Famultari Dom Klement Spaçi është ai që mbrojtje ndihmoi muslimanët e krishterë në periudhën më të vështirë, atë të luftës në Kosovë, çka vërteton më së miri thënien e Atë Gjergj Fishtës, vërtet kemi Bajram e Pashk, por shqiptarin e kemi bashk. Ishte një kohë kur njerëzit kërkonin ndihmë. 4 prilli 99 ka qenë të merrit. Aty kanë ardhur për më 20.000 njerëz ka pas. Jo vetëm kishë se si kanë zonë kisha, por edhe në përfshat e livave. Sepse afër kishës në një kilometër linij ajrore ka kenë komanda e uçakës Jablanica. Në krye me komandantin Ramush Haradinaj. Edhe tash popullat, varfria, të plagosun, kem pas edhe një ambulancë aty në kish, por dhe motrën medicinale, edhe mjekun të fshatit, kështu që kem bërë gjithë shka kem mujtë. Po, tash, fatbarësisht, për me në animu zoti edhe marë shumë, vjen edhe një motra vera, për një ginekologi, cila animon edhe në lindjen livave. Jetonin njerëzit në për livade? Po, në livade ishtu jetu njeri, po. Nër traktora e kishin mlu me najlona, shtru sëngjera poshtë, e aty kishin venin ku kanë me fjetë. E me netë. Kemi ba me doktor Agim Koçin, edhe une me ta kemi ba operacion. Kemi nëzhe zhiletën e keni parasysh. Zhiletën e kemi nëzhe në zjarëm, edhe ja kemi prej njerit kamen, e ja kemi nëzher plumin kashgat, prangës. Edhe ja kemi pastru si grykën e pushkës. Muj me paramendu qëfar dhimbje ka qenë për ta. Edhe ma për ne, na kanë hi, sërbët, i kam pas plagosmit, në katin e 2 shpis. Vjen aty thët, për shka po na konsiderën ti, tha, a për frigacak, apo për trima, si ardhem na, në për u që ke, ju mërë po ju një trima. Veç, ki që i qafë që i kisha njerëzit, me mi panzoni kishin pushkatu. Pas masakrës në familjen Jashari, ku vra komandanti legjendar Adem Jashari dhe gjithë familja e tij, ofensiva e ushtrisë serbe u shtri nga do. Qindra mijëra qytetar u zhvendosën nga shtëpitë e tyre, duke gjetur strehën, ushqimin dhe shërbimin mjekësor në kishën e Shnanot dhe në shtëpitë e banorëve të Glogjanit të Pejës. Kjo bëri që forcat serbe të intensifikonin sulmin e tyre në këtë zonë në fillim të prillit të 1999-s. 4 prilli, i kanë mënë 12 bukra. Edhe i kanë mërë me i pushkatu. Kam shku pas të në, ju kam pri. Edhe ose edhe mu, ose asë një. Edhe i kem këthy në shpia. Në kishë në vërtet, se në shpia. Aja konë një mërë, une sëtë s'mëj me besu, si ka mujtë në atë kohë, une mi amarë sërbit automatin prej dore e me i thonë, ti s'ki zemër me vrak ta. Kisha e Shnanot në Glogjan të Pejës u shndërua edhe të dielën e Pashkëve të vitit 1999 në shpëtimtare të mbi 4.000 shqiptarve që përndiqeshin nga forcat e Miloševićit. As shtëpia e Zotit nuk i ndali ata të ndërhynin brutalisht e ta ndalnin edhe meshën e Pashkëve, duke urdhëruar priftin e kësaj kishe, Dom Klement Spaçin, të ndalte meshën e t'i dorëzoi tek ata shqiptarët e besimit musliman. Vendosen me i përcjell gjysën e popullit për Shqipëri, gjysën me i ndalë aty. Dajthat i besimtar tu,
dhe të rinë kishtu, muslimant, jepja një na dim shka bëjmë me ta. Që ja kure për jetë, unë si ndaj. Nuk ka këtu as katolik, as musliman. Tu ka njerëz pa fajshëm. Po, na bëjmë këthejmë, bani shka dëni, kjo është. Mirë pra, tha, lejoj, tha, le të hinë, ka dal. Hinë, a kuj, po, erdhe ndë Rom, Egyptian, i di me emna, sëd, mas 30 vjedi au di emnat, i bish bajre, kajt ta erdhe, edhe këta tha janë tutash me revletër të njoftimit, të Gullegjanit janë, edhe ashtu kanë kalu, dikur tha, na tha krejtë, tha, ty tha mas pari du të me të përshkatua tër krejtë të atjerë, përshkatëni mas pari mu, e krejtë stafin tënë, atër munimi prekta. Jo për herë të parë, ata kërkonin përçarjen mes shqiptarëve. Dom Klement Spaçi rrëfen se si forcat serbe ishin munduar të fusnin përçarjen mes shqiptarëve duke i ndarë sipas besimit fetar, edhe pse ajo kish gjatë luftës u shndërrua në shtëpinë e shqiptarëve, ku 99% i përkisnin besimit musliman. Kujtohet një moment kur kanal për i Drenicën i djalë, dikun 12-13 vjeçar, tanë natën të i strehu në për shpia, të plagosën, prish pucat, hecën e për gore, gjakosën, tragedi. Edhe marrat, Agron emnin, si harroj sët janë gjallë. Agron, e marrën krakështu, edhe e qëjme një odë burav, i keni parasysh odët e burav që kanë qenë mësun gjera rrëtëm rrëth, edhe e shtri. Mirë po, ishte vera, edhe unë kryshin në qafë, këtu. Edhe po e në shëjnë të poshtë, po mi bjen kryqi ati në ftyrë. Edhe a i po më këthehet, a këtu thëtë po do më masakrua. Sepse atë shkit, ku do që kanë shku me kryqë në qafë. Dhe ardë, shpatat, thikat që i kanë pas, i kanë pas me simbol të kryqit. Këta me maska, këta Arkanovcat, Frenkjevcat, Frenkit e Tarkanit e, ta kanë qenë. Këtë tërmatus. E bëri në mënyrë demonstrative, me qënë se përgjithsisht shumica e shqiptarëve të Kosovës ishin besimit islam, apo thjesht ashtu? Kjo ka qenë. Ajo që janë mundu me nashi, shti një përqamje edhe më të madhe në mes shqiptarëve katolik edhe musliman. Gjithmonë, kur do që kanë ndërhynë gjdo ofanziv, gjithmonë e kanë pas ata. Po ta gjetëm një musliman mren, kretëve këna mi u masakru. A gjithmonë kanë qenë 99.9% musliman në kishë. E ndërsa pashkët u festuan mes frikës dhe terrorit të forcave serbe, besimtarët muslimane kishin më të vështirë të kryenin ritet e tyre fetare, pasi xhamit ishin shkatruar e ata përndiqeshin vazhdimisht nga forcat serbe. Ishte muaji Ramazanit, e Dom Klement Spaçi e gjeti mënyrën që edhe besimtarët musliman të agjeronin e të kryenin aq sa mundeshin ritet e besimit të tyre. Edhe ata kishin dëshirë me majtë Ramazanin. Në dillën e pashve, në u kanë hi, 4 prilli ka qenë dillë e pashve, në atë nënën e dini. Dillën e pashve kemë ndërprej, këtë festën e pashve, më kanë hi në kishë, ma kanë ndërprej meshen. Edhe tash, na e festum, ashtu se e festum, në pluma, por edhe ata leta festojnë Ramazanin, dhe të gëzohen. Kam marrë, jam interesu me gjetë orarin e iftarit edhe të syfyrit. Kam gjetë orarin edhe i kam njoftu njerëzit që i kemi për rreth. Kur të ndëgjohet komona, është koha iftarit. Kur mas 2 vetë natës, kur të ndëgjohet komona, është koha syfyrit. Edhe ashtu kanë dojë. Njerëzit e kanë ditë, kanë majtë Ramazanin. Pse? E kam një vetën vlla
me vllazën edhe me ato motrat. Dom Klement Spaçi sot e ka të vështirë të mendoj se si ja ka dalë në atë situatë ku vdekja I qëndronte mbi kokë në çdo veprim apo hap që ndërmerte. Si ndjesh? Mua thonë vërtetën, s'kam dëshirë fort mi përsërit. Jo që nuk ndjehem mirë në atë moment, për disa ditë mrapa. Pse sot s'mund t'i besoj vetë vetit se shka kam përjetu. S'mund me besu vetë vetit. O ka një moment erdhen, sukur kanë kënë strehum policia sërbe e paramilitartë në një shtëpi afër kishës aty, ku me ditë se si plagosët një ushtar aty. Sigurisht ka janë pregatit, I ka shkrep diko në plagosën kom, edhe vinë me marë mu, me shku unë me e qute mjeku me një qytet klinë thirët, në qafë, kalashin. A tjetëri parana shkalashin, pacientin në kërë. Ku do një më shku me qu? Në klinë, s'moj më shku në klinë. Se po do më të tregu, kur jam këthy, shpirti jam e din. I kam gjetë motrat, kur më zgjetë shamashtu, të qajnë dritare, edhe kur kam hinë në borë, thojnë motrat, do në kërmen, a jeti, po motrat gjallë jam.